Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahabatihi ila yawmiddin. Allahun Gjelle Gjelaluhu e falenderojmë dhe vetëm prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Përshëndetjet selamet mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i dërgojmë mbi familjen e tij, mbi shokët e tij të ngushtë dhe mbi gjithë ata të cilët deri në ditën e gjykimit atë e pasojnë. Allahu Gjelle Gjelaluhu na bëf prej tyre. Vazhdojmë me dersin e 19 në lidhje me rrëfimin e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Në dersin e kaluar kemi përmend se pasi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e filloi thirrjen e tij haptazi, pasi që Allahu Gjelle Gjelaluhu e urdhëroi që t'i thirrë njerëzit haptazi. Dhe pas thirrjes së Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam haptazi dhe shfaqja e tij bashkë me sahabët e tij në Mekë, në Qabën e bekuar, filluan të ballafaqohen me maltretime, filluan të ballafaqohen me tortura, filluan të ballafaqohen me mundime. Andaj sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam shpeshherë ankoheshin te Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam prej torturave dhe maltretimeve që kishin nga ana kurajshve, nga ana mushrikëve, e sidomos ata të cilët nuk kishin fis i cili i mbron. Nëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me gjithë torturat që i kishte, me gjithë maltretimet, megjithatë familja e Abu Talibit dhe fisi i tij El Hashimi ishin ata të cilët e mbronin dhe kishin fuqi dhe kishin zënë në Mekë. Gjithashtu Abu Bekri, fisi i tij Banu Tamim dhe shumë fisë tjera të cilët i takonin sahabët, kur kishin kujt i mbështeteshin, ishin ma lehtë ta praktikonin dinin dhe ta shfaqnin dinin e tij. Përkundër atyre të cilët ishin të robëruar apo ishin shërbëtor të zotrive të tyre, sigurisht se kemi përmend Bilalin, Khabab ibn Rajtin, Amar ibn Yasirin, shumë prej sahabëve të tjerë të cilët u maltretoheshin nga zotritë e tyre dhe nuk kish kush ju dilë në ndihmë. Andaj dhe ankuan shumë te Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, derisa dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju lejoi që të bëjnë hijret për në Abisini. Abisinia apo Etiopia e sodit është një shtet i cili është në atje në Afrikën, në gatishmën, domethënë në kontinentin afrikan, mirë po që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pa vendin më të volitshëm për sahabët, për shokët e tij që të bëjnë hijret. Me çfarë argumenti? Me fjalën se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha law kharajtum ila al-ardi habasha, sikur të emigronit në vendin e Abisinis, fa inna biha malikan la yuzlimu indahu ahad. La yuzlamu indahu ahad. Fa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sikur të emigronit për në Abisini, nga se atje është një mbret i drejt, megjithse ishte i krishter, domethënë nuk gjykonte me shariat, mirë po për kundër vendit të cilën jetonte dhe torturave që kishin nga ana mushrikëve, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha ai është i mirë dhe është i drejtë dhe nuk i bën pa drejtësi askujt. Dhe ai është vend të cilën Allahu Gjelle Gjelaluhu do t'ju bëj juve rrugdalje. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sigurisht se ju dha sinjal sahabëve të tij që ata të bënin hijret për në Abisini. Dhe ju dini se hijreti në rrugën e Allahu Gjelle Gjelaluhu është i obliguar në momente të caktuara, e sidomos në kohën kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju ngushtua rrethi i tij. Hijreti, të bërit hijret prej vendit të kufrit në vendin e Islamit është hijret i obliguar. Mirë po, përderisa atëherë nuk kishte ndonjë vend të sigurt Islam, atëherë të bërit të hijret prej një vendit ku bëhet zullum në një vend ku ka drejtësi dhe nuk bëhet zullum, atëherë është më parsore. Andaj dhe Resulullah sallallahu alaihi wasallam me një aspekt ju e japi leje tyre sahabëve që të bëjnë hijret. Pra ata transmeton Imam Zuhriu nga hadithi i Urwa ibn Zubairit se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju tha atyre të cilët besuan prej sahabëve të tij, tafarraku fil ard, shpërndahu në tokë. Domethënë shpërndani në tokë që ta praktikonin dinin lirshëm. Qalu fa ayna nadhhab ya Rasulullah? I thanë ku të shkojmë i dëguar i Allahut? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha ha huna wa ashara ila ard al habasha. Tha bëri me shenjë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhe ju lejoj që ata të bëjnë hijret për në Abisini. Pra ta transmeton Ibn Hishaku në sirën e tij se thot dualën një grup prej sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në tokën e Abisinis
nga frika e fitneve dhe torturave të ata të cilët i kishin domethënë në Mekke, edhe sikur se u larguan për ta ruajtur dinin e tyre. Dhe dietarët kur kanë folë për shkakun se pse kanë bën hijret, edhe cila është arsyeja që e hijretit, i kanë përmend disa prej shkaqeve të cilat i kanë përmend edhe dietarët bashkëkohor. E prej tyre që i kanë përmend përveç se për me rujt dinin, për me praktiku dinin lirshëm, nga se Abisinia ishte vend ku sundonte Nejashiu, i cili ishte i krishter, po megjithatë kishte drejtësi dhe nuk i bunte pa drejtësi njerëzve. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam jo rastisht e zgjedhi këtë vend, sepse për kohën dhe periudhën të cilën ishte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në Mekë nuk ishte vend më të sigurt për shokët e tij që ta praktikonin dinin e tyre lirshëm. Andaj e zgjedhi këtë vend, domethënë Abisinin. Mirë, po prej shkaqeve të cilat i përmendin dietarët, edhe kjo është shumë e arsyeshme apo shumë afërmendsh, se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me një aspekt donte që ta gjente një vend të sigurt që ta përhapte davetin e tij, thirrjen e tij. E prej argumenteve që i kanë përmend dietarët, do të flasim edhe pak më vonë këtu për numrin e atyre të cilët kanë bën hijret, se në mesin e atyre burrave të cilët kanë bën hijret për në Abisini kanë qenë të gjithë prej sahabëve të zgjedhur, të cilët ndoshta kanë pas fise dhe familje që i mbrojnë. Domethënë nuk kanë qenë prej njerëzve të robruar sikurse Bilal ibn Rabahi ose sikur Khabab ibn Arrat ose Ammar ibn Yasir, nuk kanë qenë prej të dobëve. Për ata dietarë thonë se kjo është njëra prej arsyeve se sikur ka dashur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ta bëjnë një vend tjetër të sigurt të davetit që ta përhap davetin në tokë. Për ata, për aty në burrave të cilët part kanë bën hijret në Abisini ka qenë Uthman ibn Affani me gruan e tij Ruqiyya që ka qenë vajza e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pastaj Zubair ibn Awami, Abdurrahman ibn Aufi dhe Uthman ibn Mad'uni dhe shumë prej sahabëve të cilët kanë pas emër në mesin e sahabëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, por megjithatë nuk kanë qenë prej të dobëve. Sikurse nga kjo dietarët kanë dashur me nxjerr se njëra dhe prej arsyeve të hijretit për në Abisini ka qenë përhapja e davetit. Pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë se ai është njeriu i drejtë. Dhe aty ku bëhet drejtësi dhe ruhet drejtësia, qoftë edhe jo me ligjet e Islamit. Mirë, po nuk bëhet pa drejtësi shoqërisë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e zgjedhi si vend të përshtatshëm që sahabët të bëjnë hijret dhe ta ruajnë Islamin e tyre. Pastaj tha është një burr i ndershëm për Nejashiun, e që do të flasim më vonë se Nejashiu ka qenë prej atyre mbretëve që e ka pranuar Islamin. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha wa kana bil habasha malikun salih. Në Abisini është një mbret i cili është i mirë, la yudlamu ahadun bi ardihi. Nuk i bëhet pa drejtësi askujt në tokën e tij. Pastaj Abisinia si vend ka qenë vend i njohur për Kurejshet, se shpesh herë kanë bën edhe tregti me këtë vend. Edhe pse ndërmjet gadishullit arabik dhe Abisinis, që është domethënë në kontinentin afrikan, i ndan deti i Kuq. Domethënë sahabët e parë të cilët kanë bën hijret janë detyruar me dalë me anije për në Abisini. Ka qenë bukur larg për ta. Mirë, po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i këshilloi që ata të bëjnë hijrat në atë vend. Pastaj arsyeja tjetër se ka qenë vend i sigurt. Vend i sigurt për me praktiku Islamin. Andaj edhe dietarët kur folën edhe për kohën tonë bashkëkohore, se a lejohet me bën hijret ose a lejohet me shku në një vend i cili nuk gjykohet me shariat. E kupton? Kanë vendosur disa kushte. Qoftë edhe për çështjet e dynallakut, qoftë edhe për pasuri, qoftë edhe për një kohë të shkurt, kanë vendosur kushte. E prej kushteve që i kanë përmend, kanë thënë se duhet me kanë vend i sigurt. E dyta, vend ku ti mundesh me praktiku Islamin haptasi. Sepse nuk lejohet ti me bën hijret duke qenë vendin ton i cili po mënoj hijret në kuptimin e dynjallakut, kuptimin gjuhësor, s'po them hijret për Islam, se hijretin kuptimin Islam në terminologjinë Islam do të thotë me bën hijret pi vendit të kufrit në vendin e Islamit, ku praktikohet shariati i Allahut. Mirë, po a lejohet me bën hijret, me emigru, me shku me një vend, kurse tash për shembull shumë shqiptar ju ka qel dera për me shku në vendet e Evropës, për shumë musliman ose edhe prej arabëve. A lejohet me bën hijret me një vend ku nuk ka Islam? Kanë thonë prej kushteve, s'po i përmendin gjitha kushtet, mirë, po prej kushteve që i kanë përmend, kanë thonë me shfaq Islamin ton haptazi.
Se nëse ti s'mundesh me fal namazin haptazi, nëse s'mundesh ti me shfaq tauhidin tënd haptazi, edhe e mban msheh harezi islamin tënd, atëherë nuk lejohet për vendit tënd ku ti falesh lirë me shku me një vend ku ty buan presion dinit tënd. Edhe nuk mundesh me fal namazin. Andaj kjo është shumë mesele e rëndësishme, sidomos për kohën tonë. Kupton që shumë njerëz ndoshta emigrojnë për çështjet e dynjas, ama ku të shkon në vendin e kufrit s'mundet me shfaq islamin e tij. Edhe ndoshta lën namazin, Allah na ruajt, dhe lën dinin krejt. Andaj kjo është çështje e ndihshme edhe rrezikshme. Për ata pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thonë është vend i sigurt që mundesh me shfaq islamin tënd. Pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e njihte parafërsisht këtë vend dhe njerëzit që jetonin në to. Për shkak se shumë prej Abisinis kishte prej robëve që jetonin në Mekke. Dhe pejgamberi me një aspekt e njihnin natyrën e tyre. Për shembull Umu Ejmen, që ka qenë gruaja që ka bërë tërbije, është kujdes për pejgamberin qysh i vogël, ka qenë prej Abisinis, gruaja e Zeid ibn Haritha. Pastaj Bilal ibn Rawaha ka qenë prej Abisinis, sikurse pejgamberi e ka njoft natyrën e banorëve të Abisinis. Pastaj momenti kur kanë dalë sahabët e parë për në Abisini është viti i 5 Hijri. Në vitin e 5 Hijri, në muajin Rajab, kanë dalë fsheh Harazi 11 burra apo 10 burra, sipas rivajeteve të ndryshme, të cilat i kanë prunë dietarët e historisë, edhe 4 gra kanë bën hijret për në Abisini. Kjo është grupa e parë që kanë bën hijret në Abisini. Edhe pse prej tyre ka dalë edhe Abu Bekri radhiyallahu anhu, po kur është taku me një prej zotrive të fiseve, të cilat kanë qenë dalë atje për në deti gati afër Xhiddes, e kanë kthy Abu Bekrin, ka thonë s'ka mundësi ti me dalë, qysh me dalë ti gjithë ky burr i cili ndihmon të varfënëve, ti i cili sillesh mirë me farafisin tënd, ti edhe kështu e ka përmend të mirat e tij ai zotriu, edhe pse ka qenë mushrik, ka thonë nuk takon ty me lshu vendin tënd. Mirë, po ka qenë një traditë e arabëve, se nuk është kjo traditë vetëm e shqiptarëve. Marrveshja edhe besa. Shpeshherë arabët kur e kanë fut dikun në besë, e kanë marrë në mbrojtjen e tyre, janë kanë gjendje mu shu krejt fisi vetëm me mbrojt besën që ja kanë dhënë atij personi që e kanë marrë në mbrojtje, edhe nuk e kanë dorëzu. Edhe pse kanë qenë mushrik, edhe pse kanë qenë prej dini tjetër. Andaj edhe kjo është prej moraleve të arabëve që i kanë pasur në xhailet, para islamit. Besën kur ja kanë dhënë një personit dhe e kanë marrë në sigurinë e tyre me amanet, janë kanë gjendje me shu krejt fisin e tij, prej të mallit te i voglin vetëm mos me dorëzuat person. Andaj a ka e njohur kjo të fisit të arabëve, se nëse e ka fut në besë filon fisteki, s'ka guxu kur kush me e prek. E kështu i ka ndodhur edhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të flasim më vonë kur është kthy pi Taifit. Po edhe Abu Bekrit në këtë rast ka qenë njëri prej atyre personave, Ibn ad-Daghinna, është quajtur kështu emri i tij, i cili e ka fut në besë Abu Bekrin dhe i ka thonë ktheu në Mekke dhe praktikoi dinin ton shlirshëm, se nuk guxon kërkush me të prek. Edhe Abu Bekri radhiyallahu anhu është kthy në sigurinë e këtij personi dhe e ka shfaq islamin e tij. Mirë, po Kurejshit janë angu prapë te Abu Bekri diçka, sepse Abu Bekri ka qenë njëri emocional. Po mendoj është emocionu shpejt me leximin e Kuranit. Dhe sa që ka lexuar Kur'an ka qajt. Andaj edhe me një aspekt kanë ndiku te ata të cilët kanë jetuar rreth tina. Edhe shpesh herë kur e kanë dëgjuar Abu Bekrin duke lexuar Kur'an, ju ka zbut zemrat e njerëzve. Andaj mushrikët janë frikë. Edhe i kanë thonë Abu Bekrit, nëse fal namaz, edhe lexon Kur'an, mos e ngrit zërin. Edhe e nanku të zotëria i cili e ka marrë në mbrojtje Abu Bekrin. Edhe Abu Bekri ka pranuar. Ka thonë vetëm me qëndru afër pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, në tokën e Allahut, në afër Çabes, ka pranuar që ta ul zërin e leximit të Kuranit vetëm që me qëndru afër pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pastaj për aty në burrave të cilët kanë marrë pjesën në këtë hijret, për burrave të parë, thash ka qenë Uthmani radhiyallahu anhu, i cili ka qenë edhe dhëndër i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ka qenë Zubair ibn Awami, ka qenë Musab ibn Umairi, Abdurrahman ibn Auf, Abu Salam, domethënë sahabit të cilët kanë pas emër, që dietar tash e kanë prunë njëna prej shkaqeve ka qenë se pejgamberi sa me një aspekt ka dhënë sinjal me këtë se ka dashur me shpërnda davetin edhe në Abisini. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka dërgu
apo kanë shku këta burra, të cilët kanë pas emër në mesin e sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, ky grup i parë, të cilët kanë bën hijret në Abisini, nuk ka zgjatur qëndrimi gjatë i tyre në Abisini. Jo pse nuk kanë gjetë qetësi, jo pse nuk kanë gjetë, domethënë siguri, të gjitha këto i kanë pas, mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë për ditë, përderisa ishte duke u falur në Qabe, lexon prej surës Najm. E lexon surën Najm në praninë e mushrikëve. Dhe ata e ndëgjojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam deri tek ajeti i fundit ku Allahu xhelle xhelaluhu e urdhnon me bën sejdë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bjen në sejdë dhe mushrikët emocionohen, ndikohen nga leximi i Kuranit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe nga kuptimi i këtyre ajeteve të cilët i godet ata në zemër çështjet për cilën ata dhe kishin problematiken, kur Allahu xhelle xhelalu përmend edhe emrat e zotrave të tyre dhe bin bashkë në sejdë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe këto e ka pranuar Ibn Hishami në sirën e tij. Dhe pastaj përhapet, domethënë tek njerëzit, edhe ky lajm mbrin edhe në Abisini, tek sahabët dhe muslimanët të cilët kishin bën hijret, se banorët e Mekës e kanë pranuar Islamin. Përhapet si lajm se banorët e Mekës e kanë pranuar Islamin. Edhe pse rreth kësaj çështje kjo fjalë se kënë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shejtani gjatë leximit të Kuranit ja ka hub leximin e tij dhe i ka përmend emrat e zotrave të tyre për të mirë. Mirë po, këto ngjarje apo disa prej dietarëve kanë thonë, kanë pru rivajete se kënë se shejtani ju ka përshperit në vesht e mushrikëve, Abu Jehlit, Umej ibn Khalaf e atyre të mëdhajve që cilët kanë qenë, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po i livdon zotrat e tyre. Dhe kur ka rënë stejdë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kanë ra dhe ata me ta. Mirë, po të gjitha këto rivajete janë mursale, domethënë nuk pranohen, kanë ngecje në transmetim, kanë probleme, edhe dietarët nuk i pranojnë. Veç ata, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, domethënë nuk ka mundësi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju ngatru leximin e Kuranit, e sidomos kur çështja e ndihshme e tauhidit. Kjo është njëra prej çështjeve të cilat dietarët e refuzojnë. Megjithatë, si ngjarje ka ndodhur dhe mushrikët bin sejdë bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe përhapet lajmi në Abisini se mushrikët apo Mekasit, Kurejshit e kanë pranuar Islamin. Dhe ky grup prej 11 burrave dhe 4 grave ja mësojnë prap Mekës për t'u kthyer në Mekë. Mirë po gjatë rrugës para se me hynë në Mekë e mësojnë realitetin se ata më të vërtet nuk e kanë pranuar Islamin, mirë po vetëm se e kanë shtu atë hidhrimin edhe urrëtitjen ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E disa prej tyre hynë në fshehtazi në Mekë, e disa prej tyre hynë në sigurinë dhe besën, e disa prej fiseve dhe zotrinëve të fiseve të cilin ishin aty në Mekë. Kjo është njëra prej shkaqeve që i bëri këtë grup të kthehen apo të zbrapsen për një herë pas qëndrimit e tyre që dietarët i përmendin diku 2 muaj apo 3 muaj, të cilët kanë qëndruar në Mekë, në Abisini. Dhe vjen koha e hijretit të dytë apo grupes së dytë të cilët bajnë hijret përsëri në Abisini. Pas një kohë domethënë shumë të shkurtë, prap mblidhen disa prej sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe e nisin hijretin e tyre për në Abisini. E këtë grup kanë bën hijret një numër më i madh i sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që dietarët e historisë numërojnë diku 83 burra dhe 18 gra prej sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilët kanë bën hijret në grupin e dytë për në Abisini. E i pari prej tyre apo koka e tyre ka qenë Jafer ibn Abi Talib, djali i axhës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E që dietarët pastaj kur kanë folë në këtë çështje, kur e kanë analizuar, kanë thënë se jo rastisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka zgjedhur me qenë Jaferin në mesin e atyre të cilët kanë bën hijret. Në herën e parë Uthmani radhiyallahu anhu, mirë po në herën e dytë ka bën prap hijret Uthmani. Ka qenë dhënë rri pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe në herën e dytë gjithashtu Jaferi, djali i axhës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sikur ka dashur dietarët e kanë përmendur, sikur ka dashur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me pas një delegat, një ambasador prej familjes së tij, fisit të tij, i cili e përçon Islamin edhe jashtë kontinentit, edhe jashtë gadishullit arabik. Andaj pastaj do të flasmi për
atë ballafaqimin e Xhaferit radiallahu anhu me Nejashiun dhe dialogin e tij që e kanë pasi që mushrikët kur ndëgjojnë për hijretin e dytë të sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Mekë hidhrohen dhe e dërgojnë një delegacion që t'i kthej këta burra përsëri në Mekë. Dhe këtë punë ja obligojnë njërit prej mushrikëve i cili është quajtur Abdullah ibn Abi Rabi'a dhe Amr ibn al-Asit, i cili ishte akoma pa pranuar Islamin. Dhe këta furnizohen me dhurata, hedije, që ta joshin Nejashiun dhe atë parinë e cilën ishin për rreth tina. Andaj na tregon këtë ngjarje, sikurse e ka nxjerrë Imam Ahmedi në Musnedin e tij, me sened të mirë nga Ummu Salama radhiyallahu anha, gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e cila thot pasi që ne u vendosëm, u qetësuam në Abesini, ndëgjuam se kishin ardhur Amr ibn As dhe Abdullah ibn Rabi'a tek Nejashiu dhe i sjellin atij dhurata dhe parisë të cilët ishin për rreth tij, dhe me propagandat e tyre deshen apo synuan që ta kthejnë këtë grup të sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam përsëri në Mekë. Andaj ata përhapen tek Nejashiu se këta njerëz e kanë e kanë përqafjen tonë, nuk janë as në dinin tonë dhe as në dinin tënd. Mirë po thash se Nejashiu ishte një njeri i drejtë. Ishte një njeri i drejtë i cili nuk i bënte askujt pa drejtësi. Andaj kërkoi prej muslimanëve që të prezantojnë dhe ta ndëgjojnë mendimin e tyre. Atëherë muslimanët, sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, të cilët kishin bërë hijret në Abesini, mblidhen, kuvendojnë dhe shkojnë tek Nejashiu. E i pari prej tyre i cili i jepet fjala apo merr fjalën ishte Ja'far ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Dhe kur e pyet Nejashiu drejt për drejt Ja'farin radhiyallahu anhu, Ja'fari radhiyallahu anhu i thot se na me të vërtet kemi qenë një popull i cili kemi jetuar në xahilet, një ignorancë, kemi adhuruar dhe idhujt dhe kemi hangër prej ngursirave dhe i kemi bën pa drejtësi njëri tjetrit, dhe i ka përmend të gjitha ato të keqijat që i kanë pas me Kasit dhe Kurejshit dhe Arabët në përgjithësi në kohën e xahiletit. E pastaj Nejashiu ka thonë, a keni diçka për asaj me të cilën ka ardhur i dërguari juaj? Nga se Ja'far ibn Talib ja ka përmend se pastaj ardh një dërguari, domethënë prej fisit tonë, i cili ka përjardhje për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i cili na urdhon për të mirë, na ndalon nga keqja, na largon prej haramit, na urdhon për atë që është halal, na largon prej shirkut dhe na thirr në tauhid, dhe i ka përmend gjërat edhe moralet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E pastaj ka kërkuar që të ndëgjoj Nejashiu diçka për asaj që është zbritur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj Ja'far ibn Abi Talib edhe këtë moment ka qenë i zgjuar, ka gjetë për atyre ajeteve të cilët i përgjigjen të krishterëve dhe dyshimeve të cilat ata me të cilët i bojnë shirk Allahu xhelle xhelalu, edhe tregojnë se ne me të vërtet e nderojmë Isa alayhis salam dhe gjithë pejgamberët. Dhe ka lexuar prej surës Maryam, ku përmendet fillet se si Allahu xhelle xhelaluhu ka përmend tregimin e Zekarias, ngjarjen e Maryamës, se si ka lind Isa alayhis salam deri në fund. E pastaj Nejashiu dhe ata të cilët kanë qenë për rreth tij i kanë lutuar sytë të tyre dhe e kanë me një aspekt janë emocionuar nga ajo që kanë dëgjuar për ajeteve të Kuranit, dhe ju ka thonë shkoni dhe jetoni të lirë në vendin tim, se s'ka kush që juve ju prek ose që ju detyron me dal prej këtij vendi. E pastaj Amr ibn Asi në ditën tjetër thotë, vallahi unë kam ardhur prapë te Nejashiu me një mendim tjetër që ka më detyru Nejashiun që me i nxjerr këta prej Abisinis. Dhe vjen Amr ibn Asi dhe i përshpërit prapë Nejashiu dhe i thot, a ke ndëgjuar ti apo nuk e ndëgjuar thot ti se çka thonë ta për Isa alayhis salam? Thot çka thonë ta për Isa alayhis salam? Thot thonë fjalë të mëdha për to. Andaj Nejashiu prapë i thirr sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në me kryen me Ja'far ibn Talib dhe kërkon dhe i pyet se çka thoni ju për Isa alayhis salam. Pastaj Ja'far ibn Abi Talib i përgjigjet, thotë se ne nuk themi gjë tjetër përveç atë që ka thonë Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se Isa alayhis salam është rob dhe i dërguari i Allahut, që Allahu xhelle xhelaluhu me fjalën e tij e ka bërë që të lindë prej Maryamës. Dhe Nejashiu pas këtyre fjalëve thotë, me të vërtetë
se ajo me të cilin ka ardhur Muhamedi alayhi salam dhe Isa alayhi salam është prej një shkëndije, është prej një rruge, është prej një vendi dhe nuk ndryshon ajo që ka ardhur Muhamedi alayhi salam dhe ajo që ka ardhur Isa alayhi salam dhe i thot ktheni ato dhuratat të cilat i ka pru Amr ibn Asi dhe i detyron edhe parinë e tij me i kthy dhuratat dhe ju thot sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që jetoni të lirë dhe të sigurt në vendin tim, sa doni që të jetoni, sa dëshironi të jetoni dhe nuk e jap asnjërin prej tyre qoftë edhe me një mal prej arit. Kjo ishte drejtësia të cilën e bëri Naxhashiu dhe si rezultat i kësaj ishte se edhe Naxhashiu pasi që dietarët e kanë përmend edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pastaj i ka dërguar letër të veçantë mbretërve që me pranu islamin e prej tyre i ka dërguar edhe Naxhashiut. Dhe transmetohet se Naxhashiu ka qenë prej atyre burrave të cilët e kanë pranuar islamin, megjithse e kanë mbajtur islamin e tij fshehtasi, për ata transmetohet nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nga sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sikur se thotë Abu Huraira radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë një ditë kur ishin në Medinë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e lajmëroi sahabët e tij për Naxhashiun i cili ka vdekur, thotë dhe dolëm bashk dhe u bashkangjitëm pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ja kanë falur namazin duke mos qenë prezent, domethënë Naxhashiu namazin në Lgaib në Medinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam diku në vitin e 9 të Hijretit. Gjithashtu transmeton edhe Xhabir radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot kur ka vdek Naxhashiu, ka thonë matel yawm rajulun salih, ka vdekur sot një njeri i mirë. Domethënë që aludonte për Naxhashiun, fakumu fasallu ala akhikum ashama. Thot ka thonë ngrituni dhe falnu për vllahun tuaj el Ashama. Ashama ka qenë emri i Naxhashiut, sepse dini se Naxhashiu ka qenë emri i gjithë mbretërve të Abisinisë. Sikur se Firaun ka qenë mbretërit e Egjiptit, Kisra kanë qenë mbretërit e Persisë e kështu me radhë. Dhe Ashama ka qenë, domethënë Naxhashiu, i cili mbreti i cili ka pranuar islamin edhe ka vdekur si musliman. E që shumë prej dietarëve bin rivajet dhe transmetime se edhe shkaku i islamit të Amr ibn Asit ka qenë vetë Naxhashiu. Vetë Naxhashiu ka qenë edhe shkaku i islamit që e ka pranuar islamin pastaj Amr ibn Asi, kur sahabët e pejgamberit kanë emigruar në Medinë pas luftës apo pas betejës së Ahzabit, Amr ibn Asi kur e ka pas se si me kas, domethënë që ka qenë se është dobësuar dhe po dojnë me falimentu me humb, ka dashur ta gjejë një vend të sigurt që të largohet prej Mekës dhe ka shkuar tek Naxhashiu. E pastaj Naxhashiu i ka bërë davet Amr ibn Asit dhe ka pranuar islamin dhe është kthyer tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si musliman dhe ja ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pastaj besën bashkë me Khalid ibn Walidin. E që disa dietar thonë se ky është sahabiu i vetëm i cili ka pranuar islamin nga një tabi'i, prej një tabi'inve. Se Naxhashiu thash edhe pse ka jetuar në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk ka mundar ta takojë Resulullahin sallallahu alaihi wasallam dhe nuk është llogaritur prej sahabëve. Mirë po, Amr ibn Asi ka qenë prej sahabëve që ka pranuar islamin apo është ndiku prej islamit të Naxhashiut dhe pas kësaj sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam jetuan gjatë në Abisini e që pastaj nuk janë kthyer vetëm pasi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bërë hijret në Medinë. Mirë po ata të cilët kishin mbetur në Mekë prap vazhduan të sakrifikohen, të torturohen dhe maltretohen, derisa edhe mushriket me të gjitha mënyrat të cilët i përdoren kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam vendosen që edhe ti bojkotojnë. Vendosen që edhe ti bojkotojnë, të mos blejnë prej tyre, mos shesin atyre, mos t'i martojnë ata, dhe më thonë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, fisin e tyre dhe sahabët të cilët qëndranin rreth pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e pastaj Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam u detyrua të vendoset në familjen e ngushtë të Ebu Talibit edhe në vendin ku jetonte Ebu Talibi dhe familja e tij nga frika e vrasjes dhe përsekutimit nga ana e mushrikëve. E për këtë çështje do të flasim më gjatë në dersin e ardhshëm. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.